kapaciteti saj është për 120 persona. 120. Plani dinamik? Është për 36 muaj. 36 është kryetar. 36 Më shpejt. Këta operatorët ekonomik i kanë edhe disa çerdhe në realizim, prandaj punojnë shumë më shpejt se sa që është plani dinamik. Operatorët po mundën me kry mbrana 6 muajve. Gjithçka është shka i ka parapomin e projekt. Nuk kanë lënë domethënë librimi që mundu mirujt atë gjelbimi që nuk kanë ndonë. Që është i gatshëm po. Sa ke po? Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni këtu sot të nderuara media, faleminderit kryeministrit dhe ministres. Është mirë, po e sheni është mirë kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit. Edhe po e shohim tash një fillim të mirëfillt këtu me një qerdhe në Bardhosh. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i shbllokoj buxhetin e kryeqytetit, i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu, projektet e mëdha të cilat si Unaza e kryeqytetit për shembull që është 206 milion, 82.4 milion prej tyre janë faktikisht falas, edhe ato mundemi me i shty përpara, janë projekte për Prishtinën, për kryeqytetin. Po ashtu të takohemi, se jemi taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit, prandaj këto projekte janë relativisht minore ashtu në relacion me projekte tjera madhore që janë me rëndësi shumë të madhe për zhvillim të kryeqytetit, prandaj po them është fillim i mirë, po ta vazhdojmë kryeministër, të bëhemi bashkë e t'i grojmë proceseve të mëdha, jo vetëm këtyre të voglave. Po është e mirë edhe kjo. Së pari, fëmijët një mend janë të vegjël, po asnjë çerdhe nuk është minore. Çdo çerdhe duhet të trajtohet me seriozitetin më të madh, sepse bëhet fjalë për fëmijët. Së dyti, unë e kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë, në zyrën time, dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kemi edhe investimet të tjera, por investimet madhore të cilat janë shumë vjeçare, ato natyrisht që kërkojmë planifikime të tjera, e kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës duhet gjeni punë tjetër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu në vendosjen e gurthemelit të investimit nga Ministria e Arsimit. Ne jemi taku bashkë, kur keni marrë mandatin, si që kujtohet, unë kam vizitu në zyre edhe kam kërku nga ju që të na ofroni mundësit që të investojmë për fëmijët e komunës së Prishtinës. Deri më tani, se cilën prej kërkesave të komunës së Prishtinës, flas për Ministrinë e Arsimit, e kemi plotësuar me njëherë. Dhe ju garantoj që çdo kërkesë formale që ju e sjellni sipas legjislacionit në fuqi, do të realizohet me njëherë, sepse e dim sa është e nevojshme investimi dhe në vizitën që do të bëjmë në qerdhen në Vranjevc, do të shohim se kanë shkupunimet edhe aty. Po ashtu është shumë e rëndësishme të përmendet që ka vyt më shumë se 2 vjet që zhbllokohet situata për shkak të një leje së ndërtimit, andaj e ripërsëris, besoj që gjithçka që vjen sipas legjislacionit në fuqi, kërkesat formale do të plotësohen, sepse jemi aty për të bërë më të mirën për nxënësit edhe për qytetarët gjithandej në Kosovë, natyrisht edhe në komunën e Prishtinës. Po do ta gjeni një punë tjetër pas shtatorës, si Po unë sigurisht që do të vazhdoj si kryetari i kryeqytetit, edhe prap i lutem publikisht përkundër faktit që kryeministri kishte pas shef, kryeministrin e detyrë kishte pas shef kjo që të jetë ndryshe. Sot i lutem që nëse është ende në detyrë pas zgjedhjeve lokale, ku unë prap do të jem kryetari i kryeqytetit, që të kemi një bashkëpunim të mirëfillt për të mirën e kryeqytetit, mos ta sabotoj kryeqytetin që 4 vite tash
vetëm pse unë nuk jam antar i lëvizjes vetëvendosje. Pra e kanë sabotuar së bashku me Hajrullah Qekun, i cili tash pretendon që ja don të mirën kryeqytetit, me kryeministin që pretendon që ja don të mirën kryeqytetit, ndërsa e ka sabotuar që 4 vite. Pra kjo është totalisht e papranueshme, prandaj unë inate nuk mbaj. Unë do t'jem prap kryetar dhe kërkoj nga sot që të kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me kushdo që të jetë kryeministër i të ardhmes në Kosovë. Betejë me zotin Qeku keni pas në Prishtinë, po kush do ta fitoj kushtimisht luftën, ta quajmë ashtu, të tetorit për Prishtinën. A do ta arrini ta mposhni? Po, puna e tregon vetën, e tregon kush e don Prishtinën, kush ka punu për Prishtinën, kush vazhdon me punu për Prishtinën, e po ashtu edhe kush e ka bloku Prishtinën që 4 vite. Domethënë, kjo shihet është e qartë. Prandaj patjetër që po. Faleminderit shumë.